Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Në fshatrat e Divjakës ka nisur vjelja e patates dhe qepës së hershme. Fermerët ankohen për çmimet e ulta dhe mosmarrjen e faturave. Fermerët e zonës bregdetare në bashkinë Divjak kanë filluar këto ditë vjeljen dhe hedhjen në treg të prodhimit të ri të patates dhe qepës së hershme. Tokat bujësore në fshatrat Miz, Dzeng dhe Zharnec janë mjaft të përshtatshme për këto kultura, të cilat në këtë zonë kanë hershmëri duke konkuruar të gjitha rajonet e tjera të vendit. Aktualisht 1 kilogram qep po tregtohet nga 35 deri në 50 lek, ndërsa 1 kilogram patate 40 deri 50 lek në varësi të cilësisë. Sipas fermerëve, ky çmim për kulturën e qepës nuk justifikon shpenzimet e kryera. Si vjetë sa me zi shesim 4 kuintal, 3 kuintal se hy shumë mall i jashtëm. Ai tregtari që na merr në prerë mallin thotë që ka mall tjetër është më cilësor i jashtëmi, më lirë, jo më cilësor, por është më lirë. Edhe kështu që neve punojmë kot. Si me të kënaqur. Dhe për shkak të kohës dhe fidanin që marrim se kështu janë fat për zera. Kosa me çmime që janë këto me 500 lekë në Leverdis. Se janë kosat më dha, jo spërkatja që janë këto. Gjitha me radhë. Kështu që, po e shesim, që të bëjmë. E njëjta gjë vlen edhe për prodhimin e ri të patates, ku problematik mbetet konkurenca e patates nga importi. Në këtë zonë ka fermerë që ende nuk kanë arritur të shesin prodhimin e patates së vjeshtës, me synimin për rritje çmimi, ndërkohë që dalja në treg e patates së re bën që patatja e vjeshtës të shitet me çmim jo më shumë se 20 lek për kilogram. Për sa i përket kulturës patates, e reja sa ka filluar me fjalë që tregtohet, edhe për momentin është i çmim 500 lekë, për momentin se nuk e di se çfarë do të bëjë tregu, se flitet që ka treg nga jashtë, edhe pak a shumë prodhimi nuk duket fort keq, po dhe çmimi 500 lekë duke ditur edhe arsyet e shpenzimeve del me një kosto të lartë, mos i bëjmë kërë vetës, po njëkohësisht ka dhe patatet të vjetër që është e pashitur. Unë personalisht ka mia që e kam mbaruar, po ka shokët e mi që kanë në tonë ke shtëpia. Tani se si dhe këta të rëzije nuk i dihet, por që për momentin është pak e vështirë. Fermerëve shumicën e prodhimit ju atërheqin tregtarët nëpër parcela, çka i penalizon ata se nuk marrin faturën dhe nuk përfitojnë nga subvencionet, pasi të gjitha pikat e grumbullimit që kanë licenca dhe lëshojnë fatura ende nuk kanë nisur të mbledhin patate dhe qep. Në Fier u mbaj dëgjesa publike për reformën territoriale. Drejtuesja politike e qarkut Fier, Belinda Balluku, ishte kundër shkrirjes së 6 bashkive. Në Fier u zhvillua dëgjesa e radhës e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për reformën administrativo-territoriale me pjesëmarrjen e qytetarëve, pushtetit vendor dhe përfaqësuesve politik. Në fokus të diskutimeve ishte rishikimi i ndarjes administrative dhe ndikimi i reformës së vitit 2015 në shërbimet për qytetarët. Eksperti i komisionit Agron Haxhimali theksoi rëndësinë e dëgjesave publike dhe nevojën që zëri i qytetarëve të dëgjohet në këtë proces. Ndërkohë Haxhimali e kanë konsideruar tepër të rëndësishme arritjen e një konsensusi politik për të shmangur gabimet e reformës territoriale të 2015-s. Palët janë relativisht të ndara në opsione të ndryshme, po deri këtu gjërat janë normale. Ajo që unë do shpresoja shumë është që të kishim një pikë të përbashkët që në fund të këtyre dëgjesave për qarqe, në fund të dëgjesave bashkë me grupet e interesit në kuvend, ne të uleshim gjithë bashkë dhe të ndërtonim një set kritere se kush do t'jenë bashkitë e reja nesër, si do t'jetë konfigurimi i pushtetit vendor i nivelit parë dhe i nivelit dytë. Sekretari përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, kërkoi shtimin e numrit të bashkive dhe afrimin e shërbimeve me qytetarët. Ne jemi kundër faktit për të shkrirë, për të ndërthurur etnitete apo kultura me njëra tjetrën, pra unë nuk mund të pranoj që Cakarin të shkrihet me Levanin, apo që të gjymtohet malla kastra, apo që të zhbëhen vlerat e Bylesit. Pra janë praktika të cilat nuk kanë pasur asnjë synim tjetër, vetëm popullimin si këtyre trevave kaq patriotike. Nga ana tjetër, ministri Petrit Malaj deklaroi se reforma e re do të forcojë financat vendore dhe do të sjellë më shumë investime.
Ndërkohë drejtuesja politike e qarkut Fier, Belinda Balluku, u shpreh kundër shkrirjes së 6 bashkive ekzistuese në qark. Unë besoj që pjesa e reformës territoriale vjen në dobi të gjithë bashkive, për vetë faktin sepse do të forcoj financat publike, do të forcoj financat e pushtetit vendor dhe në këtë mënyrë do të ketë më shumë investime për qytetarët, do të ketë më shumë shërbime për qytetarët dhe natyrisht e gjitha kjo bëhet në dobi të qytetarëve. Unë si drejtuese politike e qarkut Fierit duhet të them që patjetër për ne është e rëndësishme që të 6 bashkitë të ruhen, pasi 2 bashkitë e vogla këtu në rastin e Patosit dhe Troskovecit janë bashki me performancë financiare të plot, pra nuk kanë borxhe ndaj pushtetit vendor, janë bashkitë cilat sot në Troskovec duhet themi se kemi 24 orë ujë, pra vjen për shkak të punës që është bërë edhe në këtë njësi bashkiake, por nga ana tjetër duhet thënë gjithashtu që kemi dhe bashki siç është rasti i Mallakastrës, që janë bashki me identitet të fortë dhe që absolutisht nuk mund përthithen apo të shkrihen në bashki më të mëdha. Deputeti i opozitës Luciano Bocci deklaroi se variantet e propozuara nga mazhoranca largojnë qytetarët nga shërbimet dhe kërkoi që vendimarrja të bëhet përmes referendumit qytetar. Variantet e PS-s synojnë që të absorbojnë bashkitë e vogla brenda bashkive të mëdha, duke larguar shërbimet, duke hequr përfaqësimin, duke ulur demokracinë, duke goditur autonominë vendore dhe të gjithë këto pasoja duken si pasojë terminologjike, në fakt nuk është e tillë, është pasojë që shkon drejt për drejt tek jeta e qytetarëve të atyre zonave. Nxënësit e klasës së tretë të shkollës nënshkruesi pavarësisë Nebi Sefa organizuan aktivitetin Libri Miku im, një festë e bukur e fjalës dhe e imagjinatës. Në ambientet e shkollës nënshkruesi pavarësisë Nebi Sefa u zhvillua një aktivitet edukativ Libri Miku im me nxënësit e klasës së tretë. Ky aktivitet u kthye në një udhëtim të bukur mes faqeve të librave. Nxënësit ndanë thënie dhe shprehje të ndjera për librin, të cilin e cilësuan si mikun më të sinqertë të fëmirisë. Çdo fjalë e tyre mbante në vetvete pastërtinë e mendimit dhe magjinë e botës së padjallëzuar, ku libri nuk është thjesht një objekt, por një dritare drejt një bote të re. Më pas secili nxënës prezantoi librin e tij të preferuar, duke treguar me entuziazëm personazhet dhe aventurat që u kanë lënë më tepër mbresa. Libri im i preferuar është Hot Dog Dyshi. Shkrimtari i këtij librit është Han Do. Kjo pjesë ka 5 personazhe. Ato janë Hot Dogu, Lizi dhe Kevi. Libri që mua më pëlqen më shumë titullohet Kopshti Sekret. Dhe ky flet për një vajzë që quhet Lenski, që shkon në një timore për të marrë një fëmijë. Dhe ajo rrugës takohet me Merin dhe atë e merr dhe e rrit si bien e saj. Kur Meri rritet, ajo zbulon një kopsht sekret. Libri që mua më pëlqen është Dita kur u magjetsa nga një porrallë. Ky libër flet për një vajzë të quajtur Lana. Ajo zgjohet herët dhe mendon vetëm për librin magjik të Grëmos Trëndafilit. Libri im i preferuar është Ylli i Kaltër. Këtë libër e ka shkruar Mario Loti dhe flet për një djalë kur ishte i vogël, ai donte të shkonte në hënë. Programi u bë edhe më i bukur kur nxënësit interpretuan në gjuhën angleze fragmente të shkurtra dhe thënie kushtuar leximit. Fjalët e tyre dhe pse të thjeshta u dëgjuan si një urë e vogël që lidh botën e fëmirisë me gjuhët dhe kulturat e tjera. E gjithë kjo u shoqërua me një këngë kushtuar librit. Në fund të aktivitetit, mësuesja Ekela Golli Sharka përgëzoi me dashamirësi nxënësit për përkushtimin, kreativitetin dhe pjesëmarrjen e tyre, duke i vlerësuar me certifikata simbolike. Sot mbyllëm projektin Libri Miku im. Ju falenderoj nga zemra të gjithëve për punën e palodhshme që bët. Gjithashtu dua të falenderoj dhe drejtorinë e shkollës që na ka mbështetur gjithë vitin shkollor, gjithashtu dhe prindrit që i kemi mbështetës në çdo aktivitet të klasës sonë. Ndërsa fëmijët plot mirënjohje i dhuruan mësueses Buqeta me lule, duke kthyer këtë ditë në një kujtim të bukur e të paharruar, një ditë ku libri nuk ishte vetëm një mësim, por një mik i vërtet që lidh zemrat e vogla me botën e madhe të dijes. Ne si klasë kemi vendosur të dhurojmë disa libra dhe gazetën e klasës sonë, sepse besojmë se dia vlerësohet më shumë kur ndihmojmë të
tjerët. Në çdo faqe libri dhe në çdo rresht të gazetës sonë ka përkushtim, punë, ëndra dhe mendime të pastra fëmijësh. Ky është një gjest i vogël për ne, por me një domethënie të madhe. Në Baltës të Fierit është zhvilluar paraditën e sotme ceremonia përkujtimore me rastin e 2 vjetorit të rënies në krye të detyrës të efektivit të policisë Novruz Çenalia. Në këtë ceremoni të mbushur me ndjenjë respekti dhe dhimbjeje morën pjesë drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Fier, Erion Ahmeti, kolegë dhe punonjës të Policisë së Shtetit, si dhe të afërm e familjar. Në nderim të veprës dhe jetës së tij, pjesëmarrësit vendosën kurora me lule pranë varrit të efektivit Çenalia, duke përkujtuar jo vetëm aktin e tij të sakrificës, por edhe vlerat njerëzore dhe profesionale që e karakterizonin. Drejtor Ahmeti, teksa u bëri të ditur familjarëve se në këtë 2 vjetor efektivit Çenalia i është akorduar statusi i dëshmorit të atdheut, theksoi se sakrifica e tij do të qëndrojë përherë në pjedestalin më të lartë të policisë së shtetit. Çenalia u vra mes ditën e 13 majit 2024 gjatë ushtrimit të detyrës, pasi ndaloi një automjet dhe i kërkoi drejtuesit të mos lëvizte me shpejtësi në rrugë. Autori i krimit, Azgan Mërnica, reagoi me armë zjarri duke i qelluar për vdekje efektivin e policisë. Ngjarja u konsiderua një sulm i rënd ndaj uniformës së shtetit dhe rendit publik, ndërsa autori i vrasjes vuan dënimin me 35 vite burg në IEVP Fier, dënim ky që solli reagime të forta të opinionit publik. Kryeministri Rama prezantoi sot programin Dyfishosi për marrjen tënde, që synon të mbështesë bizneset e vogla dhe të mesme me kredi të lehtësuar me interesa 2 deri në 3%. Në Bankën e Shqipërisë u nënshkrua partneriteti mes qeverisë, bankave dhe sipërmarrjes shqiptare për programin kombëtar të financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme Dyfishosi për marrjen tënde, që synon të mbështesë me kredi të lehtësuara. Ky memorandum synon lehtësimin e shkëmbimit të informacionit dhe të opinioneve midis institucioneve publike dhe sektorit bankar si një parakusht i nevojshëm për dizenjimin e instrumenteve të duhura për rritjen e aksesit në kredi të këtyre segmenteve të rëndësishme të ekonomisë shqiptare. Kryeministri Edi Rama deklaroi se bizneset do të kenë akses në kredi me interesa nga 2% deri në 3%, të mbështetura nga garancia sovrane e qeverisë për të nxitur investimet, zgjerimin e aktivitetit dhe zhvillimin ekonomik. Sot është një projekt që është kthyer në një program shumë serioz mbështetje të qeverisë shqiptare për të gjitha ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Dhe sot të gjithë ata që kanë një ndërmarrje të vogël apo të mesme duhet ta dëgjojnë qartësisht që brenda një kohe shumë të shkurtër pas firmosjes së marrëveshjes do të futet në zbatim një program i cili ju hap të gjithëve një derë për të dyfishuar sipërmarrjen e tyre, natyrisht bazuar në planin e biznesit dhe në gjithë komponentët e tjerë që janë të pa tjetërsueshëm dhe të pa zëvendësueshëm për bankat e nivelit 2. Për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, do të vihet në dispozicion një linjë kredie me një interes minimal 2% dhe maksimal 3%. Dhe këtu edhe i herë kërkojmë bashkëpunim dhe solidaritet të plot nga ana juaj, por natyrisht e shoqëruar me një garanci sovrane të qeverisë shqiptare për të ulur në mënyrë kuptim plot riskun e kredisë për bankat. Administrata tatimore nisi pagesat e kompensimit nga Diva 2025, mbi 3.000 përfitues të parë marrin rimbursimin. Administrata tatimore ka nisur ekzekutimin e pagesave të para për qytetarët që kanë përfituar kompensim nga plotësimi i deklaratës vjetore të të ardhurave personale Diva 2025. Sipas të dhënave zyrtare, deri tani janë disbursuar rreth 550.000 euro për 3.091 individ përfitues, ndërsa vlera totale e tatimit të rimbursuar ka arritur në 52.823.000 lekë. Tatimet sqarojnë se pagesat po kryen fillimisht për individët e konsideruar pa risk, pas verifikimit të dokumentacionit dhe të dhënave të deklaruara në sistem.
Kjo skem kompensimi zbatohet për herë të parë përmes DIVA 2025 dhe konsiderohet një lehtësire fiskale për qytetarët, me synim nxitjen e deklarimit korrekt të ardhurave dhe rritjen e përfitimeve për familjet. Përfitues të kompensimit janë individët që rezultojnë me tatim të mbipaguar pas zbritjes së shpenzimeve për fëmijët në ngarkim dhe shpenzimeve arsimore. Sipas formulës së re, prindrit mund të përfitojnë zbritje prej 48.000 lekësh në vit për çdo fëmijë në ngarkim, ndërsa për familjet me të ardhura nën 1.2 milion lek në vit, njihen edhe deri në 120.000 lek shpenzime për arsim. Administrata tatimore thekson se për herë të parë përfitues mund të jenë edhe individët që nuk kanë fëmijë në ngarkim, por që nga rillogaritja vjetore rezultojnë me tepritje tatimore. Sipas tatimeve, e drejta për të aplikuar për kompensim nuk humbet për 5 vite, ndërsa shqyrtimi i kërkesave pritet të përfundojë brenda një afati maksimal prej 2 muajsh. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.